Florian Binaj, kandidati i pavarur, është edhe i preferuari si kandidati opozitës përballë Ogerta Manastirliut në zgjedhjet lokale të 9 nëntorit për Bashkinë e Tiranës. Nga konferenca për shtyp, Berisha i kërkoi aleatëve ta mbështesin këtë kandidat, duke ju përgjigjur interesimit të madh të medias. Berisha tha se forma e mbështetjes do të jetë ajo që do të përcaktojë ekipi i fushatës së kandidatit dhe vetë kandidati. Grupi i mandatuar nga Partia Demokratike do paraqes aleatëve tanë mendimin dhe sugjerimin që të mbështesim së bashku artistin e mirënjohur, personalitetin e shquar të artit, luftëtarin e paepur të kauzave të drejta të qytetarëve shqiptar, komunikatorin e talentuar, e lindur, zotin Florian Binaj. Shpresoj që aleatët, opozitarët të bashkohemi në këtë mbështetje ndaj një personaliteti me reputacion të gjerë. Ndërkohë burime bëjnë me dije se edhe Partia e Lirisë e mbështet kandidaturën e Florian Binaj e po ashtu Adriatik Lapaj i Shqipëria bëhet. Ndërkohë aleati i opozitës dhe kryetari i Partisë Agrare Ambientaliste Agronduka e ka mbështetur idenë e kandidatit të quajtur Binaj si zgjidhjen e duhur për këto zgjedhje. Kandidimi i Binajt vjen pas shpalljes së tij nëpërmjet një statusi të dielën në javën e kaluar si i pavarur, i njohur për publikun shqiptar përmes karrierës së tij në televizion. Ai nuk ka pasur më parë poste publike. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000 në një spektakël humori, ku për më shumë se 15 vite ai interpretoi personazhe që u bën pjesë e kulturës popullore. Pas largimit nga spektakli i humorit, Binaj nisi një etapë të re si moderator. Përveç aktivitetit në media, Binaj është përfshirë në mënyrë të vazhdueshme në nisma të shoqërisë civile, kryesisht në fushën e mjedisit dhe të drejtave qytetare. Ai ka marrë pjesë në protesta dhe ka mbajtur qëndrime publike. Florian Binaj është 40 vjeç me origjinë nga Vlora dhe babai 3 fëmijëve.